Parashikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti ka qenë me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare deri të dendura, kryesisht në orët e mesditës dhe pesditës. Vranësirat u shoqëruan nga reshi shiu me intensitet të ulët, kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore dhe në mënyrë të izoluar, kryesisht në relevet malore në lindje në formën e shtrëngatave afat shkurtër. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri lindje dhe veri perëndimi me shpejtësi 7 metër për sekond, në Bregdet dhe Lugina era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, dhe gëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 bau. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 10 deri 20 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 12 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 15 deri 26 gradë Celsius. Për ditën e martë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash të pakta mesatare, kryesisht në orët e mesditës dhe ato të pesditës në relevet malore të vendit. Era do të frymë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindje me shpejtësi 4 metër për sekond, në Bregdet deri në 7 metër për sekond, dhe gëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish i forcës 1 deri në 2 bau. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 8 deri 19 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 13 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 13 deri 26 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të shëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira deri të dendura, të cilat do të pasohen nga rishje lokale shiu me intensitet të ulët. Kontinenti evropian, Europa qendrore, ishut britanike, Europa lindore, ajo jug lindore, pjesërisht edhe e gadishu Iberik dhe i Apenin do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Aty do të kemi motë me vranësira të dendura, shoqëruar dhe me rishje shiu me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar. Ndërsa pjesa tjetër e Europës do të ketë motë kryesisht të kthiellit dhe vranësirat do të jenë kalimtare. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, dashur ju takosh.